Bismillahirrahmanirrahim. Në librat e më të vjetërve kam gjetur një shënim me shumë vlerë. E thot një prej dietarëve mameza të ummetit islam. Thot kështu: në periudhën e 10 ditëve të Dhul-Hijjes, nëse dy persona, njëri ka një qese me fluri dhe ja shpërndan kalimtarve, dhe tjetri ulet edhe bën dhikr, edhe thot tekbir, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Thot ai që bën dhikr, pra bën tekbir, e ka shpërblimin më të madh tek Allahu Azza wa Jall se sa ai që shpërndan fluri. Allahu Ekber. Në pamje të parë, pa më u pyet ne, do të themi që ai që shpërndan fluri e ka shpërblimin më të madh. Mirë po, ky dietar i më thot jo, e kundërta. Arsyeja, e janë t'ju lexoj një hadith, në të cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam na mëson se nuk ka ditë në të cilat vepra e mirë të ketë më pesh, e ma vlerë, e ma gratë tek Allahu i madhruar, se sa në 10 ditët e periudhës së Dhul-Hijjes. Prandaj thot, shtojini në këtë ditë tesbihun, pra me thënë subhanallah, 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 tahmidin, me thënë elhamdulillah, elhamdulillah, me eshtu sa më shumë, tehlilin, me thënë la ilaha illallah, la ilaha illallah, edhe tekbirin, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Në vijim të këtij hadithi ka një transmetim tjetër paralel me të, që thot kështu: shtojini në këtë ditë tehlilin, pra la ilaha illallah, tekbirin, Allahu Ekber, dhe dhikrin e Allahut. Këtu të gjitha formulat e dhikrit, pra të mos përkufizohesh vetëm me subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Ekber, nëse ke dëshirë të thuash diçka tjetër, pejgamberi alayhi salatu wasalam ta ka legjitimu dhe të ka nxit kur ka thënë edhe dhikri i Allahut. Pastaj thot, dhe kujdes, kjo është një dhunti shumë e madhe dhe një porosi jashtëzakonisht e rëndësishme dhe mundësi për gjithë secilin prej nesh për të përfituar në këto ditë të ngelura të Dhul-Hijjes. Thot, dhe agjërimi i një dite të kësaj periudhe vlen sa agjërimi i një viti. Allahu Ekber. Pra ky është një shpërblim i jashtëzakonshëm nga Zoti i gjithësisë. Dhe vazhdon të thot, dhe vepra e mirë në këtë periudhë shumë fishohet me 700 fishin e saj. Vetëm kaq. Dhe kjo është një porosi të dashurit e mi, dhe një këshill, dhe një nxitje për gjithë secilin prej nesh që me përfitu sa më shumë në këtë periudhë të begatë. Allahu Azza wa Jall ka gjithësinë në dorë dhe i jep kujt të dojë sa të dojë. Para mendoni, ata që bajnë shumë dhikr në këtë periudhë, e shtojnë tekbirin, shtojnë tesbihun, shtojnë pra këto formulat e vogla të dhikrit që janë shumë të thjeshta, edhe duke ecë në rrugë, edhe nëse je i shtrim, edhe nëse je në makinë, në vend që të dëgjosh muzikë, bën tesbih. Në vend që të dëgjosh muzikë, thuaj la ilaha illallah, thuaj Allahu Ekber. Nëse je duke ecë në rrugë, në vend që të shohësh djathase, majtase, thuaj la ilaha illallah, angazhoje syrin tënd, gjuhën tënde, veshtu i qenien tënde me përmendjen e Allahut Azza wa Jall. Në veçanti tekbirin, Allahu Ekber, sepse këto ditë janë ditë të tekbirit. Allahu Ekber, siç thrasin haxhilerët. Allahu Ekber, siç gjuajnë haxhilerët shejtanin e mallkum. Këto janë ditë për të gjuajtur shejtani. Këto janë ditë për të madhëruar Zotin e gjithësisë. Këto janë ditë për të thënë me të madhe la ilaha illallah, për të dëshmuar me të madhe la ilaha illallah, për të ramohit krejt idhujve e putnave e sa të shumt janë në realitetet tona, e për të madhëruar Zotin vetëm i gjithësisë, i cili të shpërblen ty edhe mua nëse agjërojmë një ditë të vetme për këtyre 10 ditëve. Për një ditë sa një vit. Po ti mund të më thush, po një ditë e Dhul-Hijjes që janë ka dhe ma e vlefshme se sa muji i Ramazanit. Muji i Ramazanit është sevap i papërshkrueshëm. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala na tërheq vëmendjen dhe na thotë nëpërmjet këtij hadithit pejgamberit alayhi salatu wasalam që ju veç ejani, sepse të mirat dhe shpërblimet që do të gjeni tek unë nuk i gjeni askund tjetër. Janë marramendëse. La ilaha illallah. Pastaj na thotë që vepra e mirë në këtë periudhë kohore shumë fishohet me 700 fishin e saj. Allahu Ekber. Para mendo, ti i ke dhënë dikujt një sadaka shumë të vogël në pamje të parë. Tek Allahu Azza wa Jall do ta gjesh nesër në ditën e gjykimit 700 fishin e asaj që ke dhënë. Allah. Ti i ke bërë mirë dikujt me një buzëqeshje, me një ndihmës të vogël, me një përkrahje, me një fjalë të mirë, me një ndihmë që ndoshta në sytë tuaj nuk vlen asgjë, tek Allahu Azza wa Jall është 700 fishu.
Allahu Ekber. Është një mundësi shumë e mirë të dashurit e mi që me përfitu nga kjo kohë e begat dhe mos me u mjaftu dhe me thanë që haxhilerët na e morën krejt sevapin. Haxhilerët të lumt ata atje ku janë në vendet më të mira, janë në adhurimin më të mirë, janë në kompleksin e adhurimeve më të mira. Mirë po, Allahu Azza wa Jall don me na marr hatrin më të mirë edhe ne të tjerëve që nuk kemi në haxh, nuk kemi në Mekë, nuk kemi në Medinë në këtë ditë. Atëherë na thot nëpërmjet pejgamberit alayhi salatu wasalam që bani dhikr sa më shumë, shtoni sa më shumë veprat e mira, agjëroni në këtë periudhë të begat të këtij muaji të shenjtë dhe përfitoni shpërblime që edhe po të uleni, të përllogaritni, nuk arrini dot të nxjerrni vlerën reale të tyre. Allahu Azza wa Jall na udhëzoj drejt më të mirës, edhe na bëf prej atyre që punojnë mirë, veprojnë mirë, mendojnë mirë për Allahun Azza wa Jall e për njëri tjetrin dhe jetojnë me faqe të bardhë, e largohen nga kjo botë pasi kanë punuar shumë të mira e me faqe të bardhë drejt Allahut Azza wa Jall për të gjetë nesër ditën e gjykimit pa asnjë dyshim mëshirën e Allahut, faljen e tij dhe shpërblimet e panumërta. Allahu ju dashur.